qëndru atë qelësin e derës. Bravo, e kishin ndru. Tha që nuk duhesh me ardhë mo, ata që janë kanë kur nuk duhet me ardhë, ishin tyre aty. Allah më ka bo mundi keq, sepse unë prej se kom pa drejtën e votës, se kom pa pra gjithmonë vetë vendosja. Po vazhdimisht më kanë thonë, kur kryo zgjedhjet, kur kryo zgjedhjet, kom prit, pa kontratë punë. Tani vendosja jo shtakmore e ka mbytur zyrën e saj dhe e njëjta është pa punë. Andaj unë si avokat jam kyçur dhe do ta përfaqësoj vlerën dhe ata zyrtarë të cilët e kanë larguar nga puna. Vlera Xhemaj në cilësitë administratorë të kësaj partie, e kemi fjalën për partinë e vendosur në Prizren, ndaj saj zyrtarët e lartë kësaj partie juan akmorur duke larguar nga puna, pa një vendim dhe pa një arsyetim. Dhe vetëm se e njëjta është pjesë e procedurave, të themi kushtimisht se edhe kjo ka manipuluar vota që ka përfaqësuar partinë si komisioner në këtë parti, por mënyra se si është larguar Vleta Xhemaj, kjo tregon se kjo parti e vendosës po instalon diktat dhe fikson komisioner, dhe vetëm pse ke dalë në procedurë dhe pse ke zënë avokat e cila ka vërtire që nëpërmjet meje të dalin edhe zyrtarë jo vetëm të PDK, sepse në vendosja është vjedhur vota, tani vendosja jo shtakmore e ka mbytur zyrën e saj dhe e njëjta është pa punë. Andaj unë si avokat jam kyçur dhe do ta përfaqësoj vlerën dhe ata zyrtarë të cilët e kanë larguar nga puna dhe juan akmorur vletës, kërkoj që ndaj tyre të prokuroria të merr mosa dhe të njëjtit të tillën në polici dhe vleta të kthehet në punë, sepse kjo është lloj akmore vetëm që të mbyllet goja dhe disi të shkondë përgjegjësia dhe të censurohet fjala e lehtë, sepse kjo kërkon drejtësi, pa vendosja do të thotë në krah, ta gjejmë mbështetje, por mbështetja e saj tani kemi kuptuar se është larguar nga puna në cilësitë administratorë të kësaj partie. Fakt na era kon dy administrator në zyra aty, kur na kanë marrë policia për këto që u bën manipulimi i votave, kom shu, masi kena dalë prej burgit, kom shu prantën deri tonë dhe prantën kena shu aty në zyre, shtu me dime e kom pas pushim kur kom shu tonë, e kishin ndru atë qelësin e derës. Bravo, e kishin ndru, dhe ai administratori tjetër i zyres, tha që nuk duhesh me ardhë mo, ata që janë kanë burë, nuk duhet me ardhë, ishin zyre aty, me punu. S'ki punë më tha këtu, edhe më kom dalë, nuk kom pas qasje me ta. Allah më ka bo mundi keq, sepse unë prej se kom pa drejtën e votës, se kom pa pra gjithmonë vetë vendosja. Edhe ju të mjut vazhdimisht më punësu aty se jam nëmë vetë ushqyse. Po vazhdimisht më kanë thonë kur kryo zgjedhjet, kur kryo zgjedhjet, kom prit, pa kontratë punë. Më ka premtu një vend punë, po ata nuk më kanë gjithë asë një vend punë. Unë jam konë prej Mazdite jam konë, edhe çdo ditë kena konë prej Prishtinës që duhet më ndru këto tavolinë që më ndru. Unë duke që atë PDK-s janë konë shumë koordinuar, që unë nuk kam marrë këgjohë veshme, vetëm e di që ka pas shumë vëzhgues, edhe u konë shumë të lodhinë. Nuk e di që ka pas pa rregullsi. Kjo vjedhës e një raport për një rrisi është, dhe tash prokuroria ka bërë një publik kryesuesi ka vendosur parapërkim, por komisioner të qetë në përgjithësi, prokuroria kjo është standard dyfish, sepse vleta nuk ka të bëjë kurrë me një situatë të tillë, andaj të jetë prokuroria negativ se ofën deklaros, por presim prokuroria që të pushojë timin ndaj vletës sepse e njëjta është e pafashme dhe ka rënë viktimë e kryesuesve ata të cilët kanë punuar në komitet dhe ka shtuar votat e subjekteve politik të cilët janë manipuluar nga ata.